Thot, selam aleikum, hoq vjeriti kam shumë agresiv. Mundohen me në nda me burë, kam 3 fëmijë. Përdorin si duke dhune, hile, ku e di që ka përmend ma lartë. Aleikum selam, rahmetullahi motër, Allahut një moftet e letoft. Në këto situata, duhet timonin e këti problemi ta ketë, apo ta mërë ndorë bashkëshort ytë. Burë ytë këtu, duhet tjeti kujdesshëm. 2 veprime duhet t'i bëj. Veprimi i parë, të bëhet i vendosur edhe t'ullet me prind të vetë edhe t'i pyet pse ata sillen kështu me ty, pse dojnë me nda burrin prej grus. Edhe t'i thot prindërve, keni apo s'keni argument? Keni arsye apo s'keni arsye? Nëse ata nuk kanë kurfar arsye, edhe arsye fetare është fjala që e pranon, mu s'po m'pëlqen, me thonë vjera, mu s'po m'pëlqen, që huna saj s'po m'pëlqen. Ti s'ki pun me hunën e nusës. Ti dush me pas fakte pse s'po t'pëlqen nusja. Nëse s'kan argumente, atër i thot prindërve, ju më su përzinit e gruja jame. Ajo është bashortja ime, unë vendosi për ta. Nëse prapa ta nuk ndalen, insistojnë me çdo formë, atër duhet me marrë hapin tjetër që është pak ma jeftë. Përderisa ti e në rregull, ai nuk duhet me t'hup ty. Fëmi ke, e moralshme, je e ndershme, po në rregull çdo sa është, atër duhet me nda prej atyne prindërve. Me të marrë ty edhe fëmijët edhe me dalë dikun. Shkoni rreni ma mirë me një kasolle, me një kolybe, e jo me këto forma që. E pas ta i bjen men edhe asa vjerës, edhe ati vjerët, që ka kanë hup. Një djalë, një nuse të mirë, edhe 3 nipa ose mbesa. Vjen këtë që e thamë këta, por burrat duhet jenë më të vendosur, sepse të drejten me majt, me shkurërzu, për grua ka veç burri. Mund prind me i sugjeru gjera caktume, për shembull me zbut situatën nëse djali do me lëshu grun, baba nana me ndërhy, nëse nusja është e mirë, edhe djali mënyra euforike do me shkurërzu, ose kundërta, djali do me majt pa e nuse, nuk është pra djali, ban me këshillu prindrit. O bje, kështu, mi prun disa argumente në këshill, pasaj djali mi analizu sanët, që ka erja vlenë edhe me shkurërzu grun, po jo për kur gja heq. Andaj, o ju bura, ju këshilloj që të keni kujdes shumë, ta mani një mesatare, të jeni të kujdes shumë në këto çështje të cilat çdo ditë e ma shumë po shtohen edhe po vuan populli jon nga këto gjana. Allah na përmirësoft të gjithëve. Allah na përmirësoft.